Në një vendim të rrallë për praktikën e viteve të fundit, gjykata e lartë riktheu për gjykim në gjykatën e apelit të posaçëm, e cila lidhet me dënimin e ish prokurorit të Vlorës, Aurel Zarka. Përcaktimi vendimi i rrallë është më së i përshtatshëm për Kolegjin Penal të Gjykatës së Lartë, i cili është treguar 8 bujar me hetimet dhe vendimarrjen e prokurorisë dhe gjykatave të posaçme. Por ajo që ishte më e rënda në çështjen Zarka është fakti që ai rrezikonte të dënohej nga 25 vjet deri në burgim të përjetshëm për një episod korrupsioni. Legjislacioni procedurial penal shqiptar parashikon se në rastet kur i dënuari bër ankim në gjykatën e apelit, ai nuk mund të dënohet më shumë, gjithnjë në rast se nuk ka bërë ankim edhe prokuroria. Në rastin e Aurel Zarkës, ai kundërshtoi vendimin e dhënë nga gjykata e posaçme e shkallës së parë në 25 maj 2025, e cila e kishte dënuar me 4 vjet burgim. Procesi ndaj Zarkës ishte me gjykim të shkurtuar dhe i u dënua përfundimisht me 2 vjet e 8 muaj. Por e grejta e tij e ankimit u kthye në një problem shumë më të madh. Trupa gjykuese e shkallës së dytë vlerësoi se kishin vlerësuar gabim faktet dhe provat. Në vlerësimin e trupës së drejtuar nga gjyqtari Lara, i pandehuri Aurel Zarka nuk duhej hetuar në formën e kobashkimit thjesht, por në formën e posaçme të grupit të strukturuar kriminal. Pra, praktikisht, trupa e apelit të posaçëm sugjeroi shtimin e dënimit për Aurel Zarkën, megjithse ishte vetë ky që kishte bërë ankim. Gjykata e lartë vendosi kufirin. Kolegji Penal në 15 janar 2026 pranoi rekurset Aurel Zarkës dhe prokurorisë. Sipas gjyqtarëve të lartë, gjykata e apelit të posaçëm ka bërë interpretim të gabuar të ligjit procedurial penal. Tashmë, rasti i Aurel Zarkës pritet të rishqyrtohet në gjykatën e apelit.